duhet të organizohemi në mënyrë spontane dhe përmes asociacioneve dhe shoqërive civile të bëjmë presion që këta mos të ndihen si pashallar. Kjo është një procedurë, një proces që duhet ta quajmë një zhvillim shumë i keq për shtetin tonë, për popullin tonë dhe ne po e shohim që tani jemi në një sistem global që po quhet neoliberalizëm dhe i cili është tmerrsisht i rrezikshëm për popujt e vegjël, që në këtë rast jemi na, dhe na si individ, secili individ duke fillu prej unë, ju dhe të tjerët pas nesh, duhet, sepse unë e di që ky popull ka kodra të afta, ky popull ka personalitete me vlera të larta, edhe morale, edhe kombëtare, edhe politike, e kështu me radhë, duhet të organizohemi në mënyrë spontane dhe përmes asociacioneve dhe shoqërive civile të bëjmë presion që këta mos të ndihen si pashallar, mos të ndihen si lider të palëndueshëm pasi të zgjidhen, por le të dinë që ata duhet të japin përgjegjësi masës dhe popullit për veprimet e veta. Asnjë deputet deri më tash nuk është penalizuar pse s'ka qenë aktiv dhe pse s'ka dhënë kontribut gjatë mandatit të tij. Bile mundem me thonë që shumica prej tyre edhe janë shpërbly se kanë qenë oportun, se nuk kanë bërë kur gjë, se nuk kanë lëviz asnjë guri në drejtim pozitiv, por thjesht e kanë bjerë kohën këtë aty, kanë marrë paga të mira, me ditje të mira, pa dhënë ndonjë efekt të mirë për popullin e Kosovës.